Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka ndezur debat me një deklaratë të bushme, ku pohon se ai gëzon më shumë respekt në Europë se çdo lider tjetër i Ballkanit, përfshirë edhe ata që pretendojnë përparim në rrugën drejt integrimit evropian. Kjo deklaratë shihet si një thumbim i tërthort ndaj kryeministrit shqiptar Edi Rama, i cili është shfaqur vazhdimisht optimist për anëtarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian deri në vitin 2030. Gjatë një interviste për televizionin serb TV Pink, Vučić u shpreh se ndryshe nga vendet e tjera të rajonit, Serbia nuk e ka problem me qëndrimin ndaj çështjeve të ndjeshme, si njohja e pavarësisë së Kosovës apo marrëdhëniet me Rusinë dhe Kinën. Sipas tij, qëndrimi i qartë dhe i palëkundur në këto tema, pavarësisht kritikave nga BE-ja, është një nga arsyet pse ai respektohet nga partnerët evropian. Ata më respektojnë shumë dhe prandaj po shtyn përpara agjendën evropiane dhe po bëjnë gjithçka që është e mundshme, por e di se ka kufizime të caktuara që janë të natyrës shumë objektive dhe lidhen me pavarësinë e Kosovës, të cilën unë nuk dua ta njoh, dhe me prishjen e raporteve me Kinën dhe Rusinë, që nuk dua t'i ndërpres, tha Vučić. Në të njëjtën intervistë, presidenti serb foli edhe për situatën në Kosovë, ku theksoi mbështetjen që sipas tij popullsia serbe në veri e ndjen nga shteti serb. Ai garantoi se pavarësisht për shkallëzimeve të mundshme të masave të qeverisë së Kosovës, Beogradi do ta gjejë gjithmonë rrugën për të siguruar paga dhe përfitime për qytetarët serb në atë zonë. Deklarata e Vučićit vjen në një kohë kur tensionet në rajon janë të larta dhe procesi i integrimit evropian mbetet një nga prioritetet kryesore për vendet e Ballkanit Perëndimor.